Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministri Hristian Mickoski është i kënaqur nga raporti i progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut, pasi, siç tha ai, nuk kanë bërë hapa prapa. Mickoski tha se po t'i bënin ndryshimet kushtetuese do të ishin vlerësuar me notën 5 e më pas, siç tha ai, do të merrnin veto të re. Sipas Mickoskit, Maqedonia e Veriut është shumë përpara Shqipërisë. Ndonë se raporti i progresit për Maqedoninë e Veriut i publikuar nga Komisioni Evropian vlerëson se vendi nuk ka shënuar pothuajse asnjë përparim në reformat kyçe, sidomos në drejtësi dhe sundimin e ligjit. Kryeministri Hristian Mickoski është shprehur optimist dhe i kënaqur. Ai tha se ashtu siç ka deklaruar disa herë, vendi ka nevojë për reforma në gjyqësor, për të cilën tha se do të angazhohet tani pas zgjedhjeve. Shikoni, po t'i bënim ndryshimet kushtetuese, më të mire do të ishim dhe më pas të marrim veto të re e më pas probleme të reja. Atëherë, me siguri do të merrnim 5, do të ishim kampion udhëheqës. Por nga ajo që është shkruar atje, unë jam jashtëzakonisht i kënaqur sepse nuk ka kthim brapa. Ka ngecje në disa sfera, e dim të gjithë dhe ne e flasim të gjithë këtë. Mickoski madje kundërshton disa prej deklaratave të zyrtarëve evropian, sipas të cilëve Shqipëria është përpara Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimit. Përndryshe nuk mund të pajtohem me konstatimin se ka disa vende të tjera që janë para nesh, për shembull ne jemi shumë para Shqipërisë, kushtimisht thënë në 8 sfera jemi para Shqipërisë, edhe pse disa nga eurokomisionerët japin deklarata të tilla siç dhanë. Kështu që kur të analizohet gjendja e shteteve se kush është gati e kush nuk është gati, nota objektive është se Malizia është i pari, në vendin e dytë jemi ne dhe Serbia dhe më pas vijnë Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova e kështu me radhë. Kujtojmë se Komisioni Evropian publikoi më 4 nëntor raportin e progresit për Maqedoninë e Veriut, sipas të cilit vendi nuk ka shënuar as pak përparim në reformimin e sistemit gjyqësor dhe në luftën kundër korrupsionit. Raporti ka përmendur edhe tragjedinë e Koçanit, për të cilin tha se ky rast zbuloi sfida të qëndrueshme sistematike mbi zbatimin e masave antikorrupsion. Zgjedhja e kryetarëve të rinj të komunave ka lënë të zbrazëta 2 kolltuqe qeveritare, por pavarësisht kësaj, rikonstruimi i qeverisë nuk pritet të ndodhë të paktën për 1 muaj, pasi kryeministri momentalisht është i fokusuar në kongresin e partisë dhe rikonstruimin e qeverisë e ka planifikuar pas këtij aktiviteti partijak. Ai tha se emërimi i anëtarëve të ri qeveritar është proces i analizës serioze dhe lëvizjet e caktuara kadrovike do t'i analizojnë brenda strukturave partijake. Pasmarrjes së detyrës si kryetari i komunës së Çajirit, Izet Megjiti, ka lënë të zbrasta 2 pozita në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, ndërsa ende nuk di se kush do t'i zëvendësojë funksionet që ai mbante më parë. Kryeministri Hristian Mickoski tha se është i hapur për të biseduar me të gjithë partnerët e qeverisë për rikonstruimin e qeverisë pas zgjedhjeve lokale, ndërsa bëri të ditur se rikonstruimi pritet të ndodhë pas kongresit të VMRO-DPMNE-s, respektivisht pas 6 dhjetorit. Para çdo hapi duhet të mendohet mirë nëse zgjidhja e re kadrovike që do të vinte do të jetë më e mirë se e kaluara normalisht. Kështu që është proces i analizës serioze. Tani jemi të fokusuar në kongresin e partisë që do të ndodhë me 6 dhjetor, ndërsa më pas normalisht në suaza të partisë duhet struktura të bëhet dhe paralelisht me atë proces do të mendojmë për lëvizje të caktuara të kuadrove nëse ka nevojë. Unë jam i gatshëm me të gjithë aktorët në qeveri të ulem, t'i dëgjoj idejtë e tyre, por sërish do të them, mandatari i qeverisë jam unë. Sa i përket propozimit që zëvendësoj kryeministri i parë të jetë Bekim Sali në vend të Izet Megjitit, Mickoski tha se ka mendim shumë të lartë për të, por megjithatë tha se Vlenit nuk do t'i takojë një ministri më shumë. Ky është vendimi i partnerit tonë të koalicionit. Unë kam mendim të lartë për Bekim Sali. Absolutisht, këtu nuk duhet të ketë asnjë dilemë, por kjo nuk do të thotë se do të ketë një vend shtesë në kabinetin qeveritar. I pyetur nëse ka kontaktuar ndonjë prej partnerëve të Aleancës Kombëtare për Integrim me kërkesë për të bërë pjesë e qeverisë, Mickoski tha se nuk ka folur me askënd për teman në lidhje me qeverinë.
Kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti tha se nuk do të kthehet në BDI edhe nëse nuk zgjidhet kryetari i koalicionit Vlen. Sipas tij, BDI ka bërë 2 gabime strategjike në zgjedhjet lokale. E para duke ndarë 6-7 komuna aleancave dhe e dyta tha se do të bëj garë vetëm në Tetov dhe Çajir. Në emisionin Debat në Shenja, i ftuar i radhës ka qenë kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti. Mexhiti është shprehur se votuesit shqiptar kanë vlerësuar punën, angazhimin dhe përkushtimin dhe jo fjalët boshe, dhe kjo ka dhënë një mesazh për politikën dhe partitë politike. Sipas Mexhitit, kreu i BDI-s Ali Ahmeti në zgjedhjet lokale ka bërë 2 gabime strategjike. E para që 6-7 komune janë ndau aleancës së Taravarit dhe aleancës së Selës, që sot shifat dhe më thonë që janë rezultati me 0, asnjë dhe më thonë s'kan fitu, jo fali, dhe çështja e dytë është ndërtoi gabimi strategjik që nuk tha që në komuna tjera do fitojmë dhe do bëjmë garë në Tetov dhe Çajir, po ai tha mu më intereson Çajiri, Tetova dhe Çajiri me theks Çajiri, për tjerat pak janë të rëndësishme, dhe me që dhe ne këtu e pritëm këtë sfidë, u ballafaqum dhe edhe në Çajir edhe në Tetov bindshëm fitoi Vleni. I pyetur se kush do të jetë kryetari i koalicionit Vlen, Mexhiti theksoi se kanë vendosur ta bëjmë Vlenin në mënyrë spontane, prej poshtë lart, duke kontribuar në atë mënyrë që në vazhdimsi të flitet për Vlenin dhe jo për subjektet individuale. Pra dal nga dal vim deri te unifikimi i shëndetshëm i Vlenit, duke përfunduar edhe me një lider, tha Mexhiti. I pyetur nëse nuk bëhet lider i Vlenit, a do të ishte kthyer në BDI, Mexhiti tha se për të kapitulli i BDI-s është i mbyllur. Dhe dyta që duhet ta them këtu në emision, unë në Vlen nuk kum shku me kusht që a bëhem lider ajo. Më ka interesu, dhe më thonë, të kontribuojnë në unifikimin e opozitës shqiptare, sjelljen e konkurrencës në kampin politik shqiptar, sjelljen e ndryshimit të shqiptarët, dhe më mjafton edhe kështu si jam. Mjaftueshëm, do të thonë. Përgjigje më konkrete që nëse ju në Vlen nuk ju pranojnë për lider dhe BDI-ja ju kërkon ju ofron një gjë të tillë. BDI-n thash kapitulli mbyllur. Më thonë kjo ishte përgjigje. E dyta, se përket Vlenit, as kum hi me kusht që t'jem lider, as sot nuk kam asnjë kushti për lider. Edhe nëse s'dhem lider, unë dhem pjesë e Vlenit dhe kontribuesi i Vlenit. Mexhiti ka theksuar se në BDI nuk mund të ndodhin reformat të vërteta, pasi sipas tij, lëvizjet e fundit janë improvizime. Ndërkaq, ai u shpreh se gjëja më e keqe tani është se BDI këtë nuk e kanë humbje, por e kanë humbur shpresën për rikthim. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Rezultatet përfshin 29 komuna dhe qytetin e Shkupit. Kryetari i KSZ-s Boris Kondarko deklaroi se në këto komuna procesi zgjedhor ka përfunduar me sukses dhe janë konfirmuar rezultatet përfundimtare, përfshirë edhe zgjedhjen e Orce Gjorgjevskit si kryetar i qytetit të Shkupit, ndërkohë KSZ njoftoi se për 3 komuna Bërvenic, Karposh dhe Shutorizar janë dorëzuar gjithsej 16 ankesa lidhur me procesin e votimit. Këto ankesa pritet të shqyrtohen gjatë ditës së sotme. Kryetari i sapo zgjedhur i qytetit të Shkupit Orce Gjorgjevski tha gjatë ceremonisë së marrjes së mandatit paralajmëroi se gjatë sonte do të fillojë aksioni për pastrimin e qytetit. Gjorgjevski në mesin e problemeve që ka trashëguar me marrjen e mandatit, më kritike është transporti publik dhe menaxhimi me mbeturinat. Por ai premtoi se sot që nga nesër do të fillojnë me organizimin e ndërmarrjeve. Fituesi i qytetit të Shkupit Orce Gjorgjevski zyrtarisht hyn në zyren e tij të re në qytetin e Shkupit. Ai sot e mori funksionin e kryetarit të kryeqytetit që do ta ushtrojë për 4 vitet e ardhshme. Gjorgjevski u zotua se do të mbajë premtimet e dhëna duke bërë kështu me dijes se që sonte në orën 20:30 fillon aksioni i parë i madh, ashtu siç kishte thënë se do të pastrohet Shkupi për 72 orë. Ndërsa nga nesër, siç shkruan edhe në statusin e tij në Facebook, do të nisin me organizimin e ndërmarrjeve publike që janë në kompetenca të qytetit të Shkupit. Kurse nesër, filloj me riorganizimin thelbësor të ndërmarrjeve publike dhe normalizimin e situatave në to, që qyteti përfundimisht të funksionoj ashtu si që meritojnë shkupianët.
Gjorgjevski premton se do të jetë kryetar për të gjithë, pa marrë parasysh përgatinë fetare, kombëtare, partijake ose çfarëdo qoftë. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, Gjorgjevski doli fitues me 95.572 vota, duke lënë pas kundër kandidatin e tij Amar Mecinovic, i cili mori 61.475 vota. Gjorgjevski përveç postit të kryetarit të qytetit kryesor trashëgon edhe një sër problemesh, ndërsa më kritike është situata me mbeturina dhe transportin publik. Ulëmtimi i Institutit për të Drejtat e Njeriut dhe Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Netive tregon të dhëna shqetësuese sa i përket dhunës ndaj bashkëmoshatarëve. Ulëmtimi tregon rritje të kësaj dukurie në 5 vitet e fundit, ndërsa është rritur edhe numri i nxënësve në shkollat të mesme që mbajnë armë të ftohta. Shkaktari i rritjes së bullizimit është përkatësia etnike, por edhe rrjetet sociale. Çdo nxënës i shkollës së mesme në çantën e tyre mban një armë të ftohtë. Kështu ka treguar anketa që ka realizuar Instituti për të Drejtat e Njeriut dhe Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Etnive me nxënësit e shkollës së mesme. Forumi me temë dhuna e bashkëmoshatarëve si pengesë për përfshirjen dhe besimin midis komuniteteve tregoi se 5 vitet e fundit dhuna e bashkëmoshatarëve është në rritje dhe njëra nga shkaktarët e kësaj dukurie është përkatësia etnike. Jenina Kadrić, drejtoresha e Institutit për të Drejtat e Njeriut, tregoi se bullizimi tek nxënësit e etnisë maqedonase fillon në shkolla fillore, kurse tek etnia shqiptare dhe etnitë më të vogla nis në shkollë të mesme. Nxënësit e komunitetit rom, shtoi ajo, janë më shumë viktime dhunës online të bashkëmoshatarëve. Për nxënësit e etnisë maqedonase, bullizimi më shpesh është i pranishëm në shkollën fillore. Për dallim nga etnia shqiptare dhe etnitë e tjera më të vogla tek të cilët bullizimi është më i pranishëm, është në shkollë të mesme. Pastaj, nëse nxënësit e të gjitha bashkësive etnike thonë se dhuna e bashkëmoshatarëve është nga rrjetet sociale, jo aq në shkolla, mësimdhënësit, sidomos të etnisë maqedonase, por edhe të tjera, thonë se përqindja më e madhe është përkatësia etnike. Për dallim nga mësimdhënësit shqiptar që thonë se nuk ka diskriminim nga përkatësia etnike. Dalibor Kitanović, drejtori i Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Etnive, shpreh se rrjeti social TikTok luan një rol të madh në dukurinë e zmadhimit të dhunës së bashkëmoshatarëve. Për fat të keq, kjo dukuri fillon në shkollën fillore. Kemi edhe zmadhim të bullizmit të caktuar edhe në baza etnike. Ka shumë arsye pse ndodh dhuna mes bashkëmoshatarëve. Janë statusi social, përkatësia etnike, edukimi jo i duhur në shtëpi. Për fat të keq, i kemi edhe nga rrjetet e reja sociale, dhe kjo ndikon shumë në dhunën e bashkëmoshatarëve, posaçërisht TikToku. Ata porosisin që të bëhet një angazhim më i madh nga ana e prindërve, mësuesve dhe shoqërisë, sepse siç thon dhuna e bashkëmoshatarëve është gjithnjë e më e shpeshtë. Ndërsa theksojnë se për shkak të dhunës së bashkëmoshatarëve ka pasur raste që ka ardhur edhe deri tek vetvrasja. Ndërsa kujtojnë nxënësit se nga mosha 14 vjeçare, ata mund të përballen me pasoja penale. Trupi i Pajeti, një 25 vjeçare nga Kosova, e cila ishte studente e nivelit master në Universitetin e Tetovës, është gjetur në një parking në Tetov. Prokuroria informoi se gjetjen fillestare tregoi se vdekja nuk është si pasojë e një krimi. Një ngjarje e rëndë ka tronditur mbrëmjen e së mërkurës Tetovën, ku është gjetur pashenja jete trupi një 25 vjeçare me inicialet SD, e cila ishte studente e nivelit master me origjinë nga Kosova, konkretisht nga Gjakova, në parkingun e një banese afër tregut të Gjelbër në Tetov. E reja ishte studente dhe jetonte me qera në Tetov. Të dhënat e para nuk japin indikacione për ndonjë vepër penale. Një prokuror publik nga Prokuroria e Tetovës ka inspektuar vendin ku është gjetur trupi i Pajet i 25 vjeçares, si dhe apartamentin me qira në të cilin ajo po qëndronte. Po ndërmerren të gjitha veprimet për të hetuar shkaqet e vdekjes me kontrolle të hollësishme dhe mendime ekspertësh në vendin e ngjarjes. Megjithse gjetjet fillestare dhe gjurmët në vendin e ngjarjes nuk tregojnë se vdekja ka qenë pasojë e një krimi. Është urdhëruar një autopsi dhe do të merren në pyetje disa persona. Nga ana tjetër, Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup ka njoftuar se ka vendosur kontakte me autoritetet policore për të ndjekur nga afër zhvillimet përshtetase në saj.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup është njoftuar para pak orësh nga Policia Rajonale e Tetovës se në lagje të këtij qyteti është gjetur pashenja jete një shtetëse e Republikës së Kosovës. Ambasada ka vendosur menjëherë kontakt me autoritetet relevante policore dhe po e ndjek nga afër zhvillimin e rastit. Në vijim pritet të merren në pyetje disa persona që mund të ndihmojnë në sqarimin e rrethanave të rastit. Hetimet po zhvillohen në bashkëpunim të ngushtë mes institucioneve hetimore të Maqedonisë së Veriut dhe po punojnë intensivisht për zbardhjen e rastit. Universiteti i Tetovës ka shprehur ngushëllime për vdekjen tragjike të 25 vjeçares. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë nënshkruar sot marrëveshjen për tunelin hekurullor ndërkufitar të korridorit 8. Ndërtimi i kësaj hekurudhe synon që të lidh Shkupin dhe Sofjen, ndërsa korridori 8 ka rëndësi strategjike, ekonomike dhe gjeopolitike për të gjithë Ballkanin dhe të gjithë Evropën. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandr Nikolovski dhe zëvendësja e tij Katrina Zekolli Shaqiri kanë qëndruar sot në Bullgari, ku me ministrin e transportit të Bullgarisë, Gordan Karagjov, kanë nënshkruar marrëveshjen për tunelin hekurudhor ndërkufitar në korridorin 8 në stacionin hekurudhor të Gueshevës. Siç njofton Mia, Nikolovski ka theksuar se janë fuqimisht të përkushtuar në ndërtimin dhe modernizimin e korridorit 8, një nga korridorët më të rëndësishme të transportit transeuropian me rëndësi strategjike, ekonomike dhe gjeopolitike për të gjithë Ballkanin dhe të gjithë Evropën. Korridor je mnogo značen. Marrëveshja është ndër e gjeneratave në të dyja anët e kufirit, diçka për të cilën kemi lexuar, diçka që na është mësuar kur ishim fëmijë, se të dy shtetet, dy kryeqytetet, Sofia dhe Shkupi, duhet të lidhen me një linjë hekurudhore. Ndërkaq, sipas ministrit bullgar, kjo ditë është e jashtëzakonisht e rëndësishme, pasi siç tha, me këtë po përmbushin një ëndër të shumë gjeneratave. Po hapim, po rinovojmë një hekurudhë që është më shumë se 100 vjeçare, patëm nderin me Nikolovskin të realizojmë këtë projekt. Marrëveshja për përgatitjen, ndërtimin dhe funksionimin e tunelit, një pikë ndërkufitare e dy shteteve në korridorin 8 për lidhjen direkte hekurudhore Shkupe dhe Sofje, u nënshkruan në praninë të përfaqësuesve të Komisionit Evropian, NATO-s, SHBA-s, Bankës Evropiane Investuese, Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Bankës Botërore. Në ceremoni mori pjesë edhe ambasadorja e SHBA-s, Angela Ageler. Gjatësia e projektuar e tunelit është rreth 2.4 kilometra, 1189 metra në territorin e Maqedonisë dhe 1193 metra në territorin e Bullgarisë. Në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup, u mbajt një konferencë kushtuar figurës dhe trashëgimisë së ish-presidentit të Bosnjë-Hercegovinës Alija Izetbegović. Në këtë ngjarje u diskutua për rolin e tij në ndërtimin e paqes në rajon, marrëveshjen e Daytonit dhe vizionin e tij për bashkëjetesë ndërmjet popujve të Ballkanit. Në mesin e të pranishmeve ishte edhe vajza e tij Sabina Izetbegović, e cila ndau kujtime për veprimtarinë e babait të saj, ndërsa bashkëpunëtorët të afërt dhe personalitete akademike vlerësuan ndikimin e tij politik dhe filozofik. Me një fjalim të Alija Izetbegović, të mbajtur në Tetov gjatë viteve të 90-ta, në të cilën fliste për paqen në rajon dhe në Kosovë, në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup, është organizuar konferenca në të cilin u diskutua për personalitetin dhe trashëgimin e Alija Izetbegovićit dhe marrëveshjen e Daytonit. Në këtë konferencë mori pjesë edhe vajza e ish-presidentit Sabina Izetbegović, e cila në deklaratën e saj përkujtoi veprimtarinë e babait për paqe. Forca e vizionit ishte e fuqishme, por kur topat kërcasin, zëri arsyes nuk dëgjohet. Pas masakrës së Srebrenicës dhe marrëveshjes së Daytonit, na u mundsua të mësojmë nga e kaluara për të ruajtur të ardhmen. Kjo konferencë më erdhi mirë të kthej në kujtesë biografinë politike të babait. Ai ishte takuar edhe me presidentin Kiro. Në këtë panel mori pjesë edhe i shefi i kabinetit të Alija Izetbegović, Fariz Nanić, i cili në fjalimin e tij tha se ka qenë vetë Izetbegović që e ka ofruar atë para se ta formonte partinë. Ai më inspiroi, isha shumë i ri kur ai doli nga burgu dhe më ftoi të bashkohesha me të. Më ftoi si një i ri që shkruaje në një media kroate. Ai dëshironte të ndryshonte sistemin totalitar dhe të sillte demokracinë. Lexova librin e tij, Islami mes lindjes dhe perëndimit, dhe aty gjeta përgjigje për shumë pyetje. Fliste me gjuhë filozofike, por ishte i kuptueshëm për popullin.
Gjatë konferencës, foli edhe akademiku dhe ish politikani Ferit Muhiq, i cili u ndal në rëndësinë e marrëveshjes së Daytonit. Kam pasur mundësi të studioj mirë marrëveshjen e Daytonit edhe në vitin 2015 kam dhënë qëndrimin tim për efektet e saj. Mendoj se marrëveshja e Daytonit është shkruar me shumë kujdes. Ajo kishte 3 qëllime: në 1 të ndalte luftën që u arrit, në 2 të ruante integritetin territorial dhe ekonomik të Bosnjës dhe në 3 parashihte përmbylljen e problemeve të papërfunduara. Në këtë konferencë u theksua se trashëgimia politike dhe filozofike e Alija Izetbegović mbetet frymëzim për brezat e rinj dhe një shembull i lidershipit të urtë në kohra krizash. Përfaqësues të nismës së bashku me Palestinën u takuan me presidenten Gordana Siljanovska Davkova duke i kërkuar që shteti të tregojë solidaritet të vërtet me popullin palestines. Nisma kërkon që Republika e Maqedonisë së Veriut ta dënojë gjenocidin në Gaza, të njësërish Palestinën të ndërpres marrëdhëniet me Izraelin dhe të dërgojë ndihmë humanitare. Përfaqësues nga nisma së bashku për Palestinën zhvilluan një takim me presidenten Gordana Siljanovska Davkova. Gjatë takimit, ato ja përsollën drejt për drejt kërkesat e nismës dhe i bën thirrje udhëheqjes shtetërore të tregojë solidaritet të qartë me popullin palestines. Gjatë bisedës, ato i u referuan deklaratave të presidentes me rastin e 80 vjetorit të themelimit të Kombeve të Bashkuara, kur ajo kishte theksuar se paqja, drejtësia klimatike dhe e drejta ndërkombëtare janë sfidat më të mëdha të botës bashkëkohore. Në këtë kontekst, përfaqësuesit i vunë në dukje presidencës se mungon veprimi konkret dhe respektimi i angazhimeve ndërkombëtare të Maqedonisë së Veriut në këto parime, ndërsa heqja e përfaqësuesve tanë në kuadër të OKB-s dhe organizatave të tjera shumëpalshe përbën bashkëpërgjegjësi në gjenocidin që po kryhet ndaj popullit palestines. Aktivistët i dhuruan presidentes një paket librash për paqen, humanizmin dhe Palestinën. Kërkesat e nismës së bashku për Palestinën, drejtuar qeverisë, kuvendit dhe presidentes janë të dënojnë gjenocidin në Gaza dhe të veprojnë në përputhje me konventën për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit, të votojnë në solidaritet me popullin palestines në të gjitha votimet e ardhshme në OKB, të njohë sërish shtetin e Palestinës, të ndërpres me njëherë marrëdhënie diplomatike, si dhe bashkëpunim ekonomik, kulturor, arsimor dhe sportiv me Izraelin, të përfshihet në dërgimin e ndihmës humanitare në Gaza, të arrestojë ata që ndiqen për krime lufte sapo të hynë në territorin maqedonas, duke përmbushur kështu detyrimet e saj si antare e gjykatës ndërkombëtare penale. Nisma së bashku për Palestinën çdo të shtunë organizon marshe paqeje. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot paradite në fshatin Goluboc të Malishevës, ku 2 vëllezër kanë humbur jetën si pasojë e plagave të marra nga arma e zjarrit. Dyshohet se mbi ta ka shtënë dhëndri tyre nga një fshat i komunës së Drenasit dhe ai për momentin gjendet në Arati. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës ka konfirmuar se rasti është raportuar rreth orës 11:30. Rreth orës 11:30 jemi njoftuar se 2 persona të gjinisë mashkullore të moshës madhore janë dërguar në QMF-n e Kievës si pasojë e plagave të marra nga arma e zjarrit në fshatin Goluboc të Malishevës. Personeli mjekësor në QMF ka konstatuar vdekjen e viktimave, njësitë e nevojshme policore janë përgjigjur më njëherë rastit dhe kanë dalë në vendin e ngjarjes, ka thënë ai. Sipas policisë, deri më tani është identifikuar një person i dishuar, gjithashtu mashkulli i moshës madhore. Në koordinim me prokurorin e shtetit janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore lidhur me rastin dhe arrestimin e të dyshuarit, ka shtuar zëdhënësi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha sot se aleanca përmbysi një hendek të gjatë me Rusinë në prodhimin e municioneve, duke shtuar se tani aleatët prodhojnë më shumë se sa kanë prodhuar në dekada. Duke folur në forumin e industrisë së NATO-s në Bukuresht, Rutte tha se deri vonë Rusia prodhonte më shumë municione se sa të gjitha aleatët e NATO-s së bashku, por shtoi se kjo nuk është më ashtu pasi industritë perëndimore të mbrojtjes kanë rritur prodhimin. Në të gjithë aleancën ne tani po hapim 10 linja të reja prodhimi dhe po zgjerojmë ato ekzistueset, po prodhojmë më shumë se sa kemi bërë në dekada, ka thënë ai. Shefi i NATO-s paralajmëroi se kërcënimi i supozuar nga Rusia do të vazhdojë për
përtej luftës në Ukrainë, ndërsa theksoi bashkëpunimin në rritje të mbrojtjes midis Moskës, Kinës, Koresë së Veriut dhe Iranit. Nuk mund të jemi naiv, duhet të jemi të përgatitur, tha Rutte, duke kërkuar bashkëpunim më të thellë dhe cikle prodhimi më të shpejta brenda aleancës. Presidenti Filipinëve Ferdinand ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të shkatrimeve të shkaktuara nga tajfuni Kalmeagi, ku si pasojë humbën jetën 140 persona, ndërsa 127 të tjerë llogaritën të zhdukur. Ai shtoi se 10 deri në 12 rajone pritet të preken nga tajfunët binjak, teksa vendi po ashtu përgatitet për një tajfun tjetër. Tajfuni Kalmeagi u largua nga vendi mëngjesin e sotëm, por siç tha Agjencia Meteorologjike e vendit vazhdon të sjellë shi në pjesë të Luzonit dhe rajonit Mindanao. Zyrtarët e reagimit ndaj katastrofeve paralajmëruan se një tjetër ciklon tropikal nga paqësori mund të forcohet në një super tajfun dhe të godasë Filipinët veriore në fillim të javës së ardhshme. Ndryshe, sipas zyrës së mbrojtjes civile, gati 2 milion njerëz u prekën nga sulmi i tajfunit dhe më shumë se 560.000 fshatar u zhvendosën për fshirë rreth 450.000 që u evakuuan në strehimore emergjente. Lajmi e NBA-s ishte i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin. Bashkë mirupafshim.